Një nga problemet sot aktuale që është edhe cenimi i vlerave të lutjes së ushtrisë lirimtare të Kosovës, do të jetë prioritet i imi miratimi i ligjit për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nuk ka gjë më të turpshme se një qeverisje e dështuar 6 vjeçare që fund në fushat elektorale të cënojë këto vlera për disa vota dhe me fillu një përqarje mes qytetarëve edhe atyre që kanë luftuar në luftën lirimtare. Lufta jonë e lavdishme e udhëhequr nga komandanti lizendar Adem Jashari dhe të gjithë ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, pra është ajo e cila e ka sjellë lirinë që ka ndryshuar epokat nga epoka e robërisë në epokën e lirisë dhe ajo duhet mbrohet me ligj. Ata që ofendojnë lirimtarët sot do duaj që t'ja parashtronin një pyetje se pse e bajnë një gjatë tillë, sepse shprehjet që i përdoren, pra ofendimet që i përdoren, nuk i kanë bërë të tilla as Serbia, ta i bajnë në gjuhën shqipe. Ata që ofendojnë luftën lirimtare, një gjatë tillë cilën e bajnë për ca vota, dhe ndoshta edhe për agjenda të caktuara, sepse të qush luftëtarët e lirisë zullumçar, kjo do të thotë që ti dëshiron me amnestu krimet serbe edhe dëshiron me amnestu Serbinë për ato që e ka bën Kosovë. Sepse fjala zullum e ka kuptimin e padrejtësisë dhe tiranisë. Nëse ti ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës i qunë tiran, jo, ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ky popull ka luftu kundër zullumit të Serbisë edhe zullumçarëve të Serbisë, policisë e ushtrisë serbe. Dhe në momentin që ti në fushat elektorale e bën një gjatë tillë, ti po e vardon narracionin e Serbisë kundër vlerave më sublime të popullit tonë. Pra ti po i qunë lirimtarët tiran, ndërsa po e amneston policinë edhe ushtrinë serbe që kanë kryer me mira krime në Kosovë dhe gjenocid e shkatërrim masiv në Republikën e Kosovës.